Territori shqiptar për datën 20 maj do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me mot të kthjellët dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në zonat malore lindore, pasditja mund të sjellë vranësira kalimtare, por pa rreshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 27 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore dhe jugore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 6 deri 11 metër për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 26 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 24 gradë. Peshkopi, 8 deri në 22 gradë Celsius. Tiranë, 13 deri në 27 gradë. Durrës, 14 deri në 26 gradë. Kavaj, 13 deri në 25 gradë. Elbasan, 12 deri në 26 gradë Celsius. Berat, 12 deri në 27 gradë. Korç, 8 deri në 21 gradë. Vlorë, 15 deri në 25 gradë Celsius. Gjirokastër, 13 deri në 26 gradë. Sarandë, 15 deri në 25 gradë Celsius.